Një njoftim I rënd ka dalë këto ditë, nuk e di ishin në Shqipëri ti, që profesor Pilinçit, që ka dalë dhe ka kërkuar dhe qeverin dhe po pret që të zërë zyrat tani t'i kap, të largohet Rama, sa më parë dhe të zërë vendet. I rrezikohet jeta, u doli njoftimi, por ai doli bëri përgjigjëstrim. Po, a ishte I vërtetaj se mos ishte? Jo, ajo përgjigjëstrimi, ai thotë nuk më ka ndodhur, se njoftimi thoshte që edhe dronët që kanë dalë tani në këtë pjesën e Ballkanit e këto vinë me qëllim për të goditur Pilinçin e kështu. Po duket nuk është e vërtetë se e përgjigjëstroi ky vet. Po mirë, po. Ky është lajm I mirë. E bëri përgjigjëstrim lajm I mirë, sigurisht. Por ai vet thoshte që ka marrë miq për katës. Thoshte Francën, Anglinë dhe Serbinë, të cilët gjithmonë kanë luftuar. Me Serbinë e kemi më kollaj. Me Francën, me Anglinë kemi një problem, se unë mendoj që shteti ynë duhet marrë masa për ta ruajtur zotin Pilinçi, edhe përveç mbrojtjes që ati japin këto. Po pse ti ka fuqi shteti shqiptar që nëse po mirë, po ka një problem tani, po ti me Francën, me Anglinë kemi problem se ti e di atë këngën e famshme që mora armën me luftue për liri për atë. Tash sa vonë ke kuptuar se armiku ishte me ne. Tash ti problemi është ne me Francën, me Anglinë jemi partner. Si t'ja bëjmë? Po tani si kanë vajtur. Mendoj që Franca me Anglinë na kenë me hile dhe të. Ai e thoshte. Tani si mendon pse të mos jetë me këto gjendje që ka arritur Shqipëria e të gjithë? Pse të mos jetë Pilinçi në pushtet? Qeveria që ka bërë të gjitha. Po unë duhet ta bëj edhe pak më publike qeverinë, duhet të jenë aktiv ministrat e tij. Po I paraqitja ai nuk ishte. Po mirë, po duhet të jenë aktiv në media. Ti ke marrë për shembull qeverinë e tij, ti mund t'i marrësh një ditë të gjithë. Ne do të përpiqemi se duhet ta sjellësh të gjithë qeverinë. Në zhvillim është. Ose të paktën kryesorët, sekretarin e mbrojtjes, sekretarin e brendshëm, sekretar. Po vetëm nuk kam ide. Zoti Pilinçi si ka raportet me administratën e re apo të mira? Administratën e re ka thotë. Amerikane. Amerikanët ai ishin dërguar këso 50 vjetër, zotëri, se ti që nge mbrapa botës fare. A mirë, se nuk e kam dikur me vëmendje. Është dërguar gjithë kësaj kohe në Shqipëri dhe ka punuar vazhdimisht, por nuk e kemi, e kemi për tani në fund. Pse duhet jetë kjo qeveri që kemi ne dhe kjo klasë politik dhe mos jetë Pilinçi? Se këtë, për shembull, këtu është një pyetje shumë e drejtë ofezi. Të cilët ne njerëzit e medias edhe duhet t'i japim përgjigje. Megjithëse për ne ai nuk ka lënë gjë pa thënë, po nuk e vendosim ne këtë. Se dhe për ty kishte të në plot gjëra. Po s'ka rëndësi, këtë e normale për të thënë çfarë thuhet në Shqipëri, po se vendosim dot ne. Unë e kam ndjekur. Largohet do tani Edi Rama se dhe nuk u lot ky njeri tani. E kam ndjekur dhe admirimin që ju keni për zotin Pilinçi, e kam parë 2-3 herë për deklarata, por nuk mjafton admirimi ynë. Duhet të votojnë njerëzit. Duhet popullata thuaj të. Duhet të ndërgjegjësohet. Dhe se tani. Ose pastaj mund të flas një fjalë andej edhe. Ti ke fuqi të thuash. Jo, unë jo, pa. Të flas ai vet Pilinçi me ata andej edhe. Mund të ndryjnë ata, e drejtë. Atëre, zoti Fevzi, mund të me këtë rast do bënte edhe një shërbim të madh edhe për vendin. Edhe për vendin, sigurisht, sigurisht. Atëre, falenderoj shumë. Faleminderit ju për ftesën. Më dendur të jemi tani se ti kishe harruar. Po ishin dhe këto pushimet e gjërat dhe të gjitha gjërat. Të flasim domethënë, të shkëmbejmë në një pikpamje, kupton se a ka rëndësi pikpamjet tona. Duhet të urosh ylli është të kemi zhvillime se rrezikon mos ndodhi. A ka rëndësi pikpamjet tona? Jo, zhvillime sa duash. Kjo sot për shembull mbledhje të gjata, të stërgjata të parlament që vazhdojnë. Ka ardhur koha të themi një gjë, se pavarësisht entuziazmit të reformës në drejtësi, reforma në drejtësi prodhoi një histori relativisht suksesi si është SPAK-u dhe prodhoi një kaos total në anën tjetër që sot Shqipëria e ka në kurriz. Sot, unë nuk jam i sakt, mund të futem të kontrolloj në telefon se si mbaj mend përmendsh, gjykata e lartë deri pak kohë parë kishte 30.000 çështje për të gjykuar. Gjykata e apelit ka 1/3 e numrit të gjyqtarëve që duhet ketë për të gjykuar çështjet. Një gjyqtari ndjerë që humbi jetën, kishte 1.800 çështje për të gjykuar. Po ku ka pse Supermania të gjykojë 1.800 dosje? Qartë. Kështu që në këtë rast ne kemi prodhuar një kaos për të cilin askush nuk del përballë, vetëm thonë suksesi i madh dhe askush nuk përgjigjet. Dhe pyetja ime parë është. Jo, Amerika thonë bëri kjo. Jo, Amerika ka një këmbgulur më shumë për SPAK-un. Me çfarë të drejte kjo reformë drejtësi dogji gjykatën e lartë dhe gjykatën kushtetuese dhe e la vendin pa gjykatë kushtetuese nuk e di sa vjet dhe e nisi nga gjykata kushtetuese dhe nga niveli i parë. E dyta, po të them një gjë tjetër. Sot mungojnë me qindra gjykatës, ndoshta.
Shqipëria ka numrin më të vogël të gjykatësve për 100.000 banorë sa e kam publikuar. Kishim 1/4, 25% të gjyqtarëve që ka sot Malizi. Ama, pyetja është e tillë, pse nuk shtohen gjyqtarët? Më thonë që duhet vinë me shkollë magjistrature. Shqipëria, gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, që është institucioni më i lartë që garanton kushtetueshmërinë në vend, i ka marrë nga eksperiencë nga rruga. Kam punuar noter, kam punuar jurist, kam punuar këshilltar në institucione dhe u bën gjyqtar kushtetues. Dhe nuk merr gjyqtar të nivelit të parë nga njerëz që kanë mbi 10 vjet eksperiencë në drejtësi. Tirana, jo, më fal. Tani për reformën në drejtësi, 99.7% është pjesa tjetër. Po pra, 99.7, 0.3% janë çështje 0.3% janë spaku. Por 0.3% nuk është Shqipëria. Jo, shikojmë ne thret politikanë. Jo, është ai ndëshkimi i njerëzve që janë konsideruar të pandëshkueshëm. Duket totalisht e dështuar kjo drejtësi. Kjo që kemi. Reforma. Shiko, mund të bëhet nga e para më. Jo, një minutë. Që të them e dështuar s'di ta them, po di të them që është një kaos, se dështim pastaj duhet ta shohësh. Është një kaos. Është një kaos, ne do të themi një gjë. Sot, çështjet gjyqësore janë më të gjata, vuajtja e njerëzve për gjykata është më e gjatë, drejtësia nuk është më e mirë. Kush thotë që është më e mirë? Po s'ka se si e mati që është më e mirë. Sa ka qenë? Jo, më thonë vetëm të spaku. Si? Ne kemi pasur gjykatë kushtetuese me njerëz, cilët mund kesh 100 defekte, po që kanë marrë 37 vendime kundër një qeverie në momentin që qeveria është shumë e fuqishme. Apo s'është kështu? Po. Marrveshjen rrëzuan një prej marrveshjeve fundamentale që kishte bërë qeveria Berisha, që ishte marrveshja e detit me Greqinë. Dhe rrëzuan 19-0. Je dakord? Atëherë pse drejtësia sot me qenë ka më e mirë se ajo që ishte? Po marrë nivelin kushtetues. Duket sikur nuk është bërë drejtësie. Tani, nëse flasim për padrejtësinë e përditshme në shoqëri, unë them vetëm një gjë. Do kishte më kurajo që kjo mazhorancë duhet kishte më kurajo dhe të pranonte që ne kemi prodhuar një produkt që ka dhënë rezultat dhe ka ngjallur entuziazëm të njerëzit, që është spaku, me gjithë pikpyetjet që kemi, dhe kemi prodhuar një kaos total në anën tjetër. 99.7% kemi një kaos total. U del pastaj i vret gjyqtarin, bën dosje të male. Jemi nisur për mirë, po na doli më keq. Sepse shiko, ky nuk është me qëllim. Është një dështim. Domethënë sot themi një gjë. Koha për të marrë sot me një dosje duhet futur mekanizma të tjerë. Është afërsisht 2.2%, domethënë herë më gjatë se sa koha që ishte para reformës së drejtësisë. Fevzi, ta kam bërë përpara pyetje që edhe përsëritim se vijon, ë? Po shumë shkurt. Kulla shumë të larta po ndërtohen në Tiranë, shumë të tjera miratuar, por nuk po nis ndërtimi, tani qarkulloj në fjalë që ka krizë, si mos ndodh fluks. Kjo është tema që unë po merrem në 2 javë të ardhshme, kam identifikuar me një saktësi të pashëmbull të gjitha projektet e kullave që janë aprovuar, jo ato që janë ide, ato që janë aprovuar, është një numër kullash, tani s'po ta jap, po i kam të gjitha, a do ndërtohen, këtu unë jam brenda kuadrit opinionit, se unë nuk është se e di. Unë mendoj që një pjesë nuk do ndërtohen, një pjesë mund ndërtohen, një pikë pyetje e madhe është kush do t'i blej këto godina. Dhe nga vinë parat. Po nga vinë parat mund vinë, sepse shumë prej tyre, po që se shet t'i parat vinë. Po nga s'japin me pëshu. Po në qofë se ti i shetë ylli parat vinë nga blerja. Po, s'ka shiti. Atë nuk e di. Po jo, ke statistika do t'i shikosh. Po e beri emisionin do t'a shikosh, që kam parë unë. Kam thirrur ekspertë. Nëse procesi është ky do t'a shohim, por a ka një rrezik fluske?